Miqtë e emisionit Bardazi, sot është festa jonë e Bardazis, apo jo? Po, është Bardazi. Halloween. Halloween I Bardezi është. Më festë se sot s'ka. E keni mbush Tiranën në një festë e çuditshme kombëtare. Bravo, bravo. Bravo. Kanë haruar festat kombëtare. Po. Lini festat tona, kapni këto të uaja, që është krevepër. Kështu mësoj janë I fëmijëve. Harojnë atë flamurin, gjitha ka këto flamuri Bardezis, dhe në sa prishet punë, ne audiencë duam, nuk ka problem. Plot dhe për plot Tirana sot, duke festuar Halloween. Kalamojat. Ja kemi kaluar dhe Amerikës. Po, unë besoj se po. Në Amerika e kemi marrë këtë gjë ne? Në Amerika. Vaksin do jetë kjo? COVID. Apo viroz? Po, viroz. Viroza. Po. Viroza amerikane. Kemi një lajm të keq në fakt. Po. Po, është ndarë na jeta ish kryeministri Fatostano, lideri historik I Partisë Socialiste, që mori një parti komuniste dhe zhndroi një parti socialdemokrate moderne, I qof rruga e lehtë, ngushëllime për familjarët. Emisioni Bardazi natyrisht shpreh ngushëllimet e tij për familjarët, të afërmit, Edhe bashkëpunëtorët. Dhe bashkëpunëtorët natyrisht, sepse zoti Nano mbetet një lider historik I vendit tonë. Po, edhe një politikan me papion. Pra, I vetmi politikan shqiptar me papion. Na falni ju tjerët. Mirë. Do të kalojmë ke rubrika jonë e preferuar, tek rubrika Pse? Pse, ore? Pse? Pse, ore? Pse? Pse gratë kontrollojnë telefonin e burrit? Njërë, ma thuaj pak, pse e kontrollojnë gratë? Po se telefoni është më besnik se kujtesa e burrit, se burri ngatrohet, harron, po telefoni nuk harron kurrë. Prandaj është çështje besnikrie, jo për në gjithë madhe. Do thënë, çoç dikan gratë, I bie të jenë më të mençura se ju burrat. Dhe si dilni ju në këtë mes ju burrat? Dalim si ruar qethur. Kokrat e budallëjme, thonë Jo. ndryshe. Edhe ne kemi filluar të zgjuhemi, të bëhemi të zgjuajtur. Pse shqiptarët, kur ikin me pushime, thonë, u lodha shumë. Ora, u këputa fare, ata kanë ikë me pushime. Po u lodhën duke harxuar parat. E kupton, harxo parat. Kanë dhe frikë se mos I marrin çik mësysh, prandaj e thon atë, mos I marrin mësysh. Sa më shumë njoh njerëzit, më shumë dua kafshët. Si rastësisht mua më thrasin Ari. Si Ari, mo? Ari me lesh. Ari, Arush. Arush, po. Gruaja, pasi kthehet nga vizita me doktorin, I thot burrit, burr, doktori më ka dhënë 1 muaj në plazh, 1 muaj në det, 1 muaj në mal dhe 1 muaj në fush. Tani, në cilin destinacion do më qosh në fillim? Në fillim do të çoj te një doktor tjetër që nuk është kaq I lajthitur sa ky I pari. Na shkatrojnë lekët. Kur u mbet një fëmijë në Amerikë për shembull, thon, o Zot, lutem që ta gjej. Kur u mbet një fëmijë këtu në Shqipëri, e di si thon, veç mos më ardh. Po veç mos më ardh. Po veç mos më ardh, Veç ma pruft kokën. Se po si askuqja mirë e mirë. Një dallim I vogël. Pirce, e kam unë. Aha, keti, okej. Të pëlqeu kjo. Është më e bukur kjo. E dashur, më thuaj diçka që më tërmëdritet zëmbra. Është gruaja jote tek tavolina pas. S'ta mban as kthesh. U drodhe dhe stomaku, mirë zëmbra. Iku dhe stomaku. Okej. Iku. Do të kalojmë ke rubrika jo vetëm e jone. Para se të kalojmë te rubrika, kemi dhe një batut tjetër. Gjithmonë, se di pse ma merr në kthesa, dua të sjell Adelën të ky para se të bëjmë këtë gjë, thot. Po erdhi Adela, pasaj bëhet nami këtu. Okej. Çfarë ndodh me shqiptarin kur shikon një grop në mes të rrugës? I bie mes për mes. Ta provoj njerë se kuj dihet nuk prishet makina, thot. Me fort është gropa se shqiptari, ç'a thua? Shqiptari e bën vetë grop. Faktikisht kjo duhet jetë për ju vlonjatët, se e keni kështu, e keni gjoksin me grop. Ne dalim dhe bëjmë edhe një grop tjetër edhe kalojmë te gropa që bëjmë vetë. Tani do ta ftojmë Adelën tonë. Po. Le të vi Adela, se Adela ka sjell shumë të mira në shoqërinë shqiptare. Shumë të mirë mbrëma e dashur, gëzuar Halloween.
Festën tonë kombëtare. Po unë prisja të shija të frikshëm sot. Po ne ashtu jemi të frikshëm. Por ne është më frikshme gjithë ditët e tjera të vitit se sa sot. Sot është është bërë si shtrig. I ka bërë flokët si shtrig, shikoj si i ka bërë flokët. Sot i ka zbrit një 30 vite nga jeta. Po. Rofshi. Duhem. Po ç'do pini ndonjë gjë? Do pini pak ujë lejtiza ose pijet ekselente nga pijet ta dushien. I ka rënë me limona, se shife. Po. E disa me fat janë të ftuarit që vinë këtu? Uj, po. Kafe, po. Eliksir, po. Thoni, ikim që ikim, harxhem kohën kot në lokal të paktën, themi edhe ndonjë gjë të mençur. Vetëm një shigicit mungon. Roze? Jo, ata se nuk e pranojmë, se ne zakonisht e mbyllim darkën deri në orën 7. Lutem, Po tani është ora 9. Po çlajme kemi moja del? Ore, vazhdon akoma muhabeti enve, ande nga Instagrami ynë. Ka plasur. Burrat po plasin. Burrat po plasin, po dhe gratë po plasin. Dhe mua realisht më ka bërë shumë përshtypje se si... Po ku mos plasin burrat, moj shiko qa kamera, qarë këshu Roku si të bëri regjizori ju në Keli. Si quhet ai Keli, Rakus nga poshtë? Do thoja, si ka mundësi Ornela që dhe gratë vetë e quajnë si ullje burrërie për burrat, qofse ti trisht të çlodhesh dhe burrit ngrehet bëj punë të shtëpisë. Nuk e kuptoj, si ka mundësi ky mentalitet? Do keni problem këto gratë, se unë se kam këtë problem për shembull, as ti se ke. Isha shumë e sigurt që ti se kishe. Po, unë se kam fare këtë problem, po fare. Tani lajmet sot i kemi shumë bukura. Unë si gjithmonë e kam vendosi do ju bje burrave këtë sezon, kështu që unë do vazhdoj të bje burrave. Sa lajmet vërteta kemi tani? Sot kemi vetëm një lajm të vërtet. Por do jenë pak të vështira për të gjetur se realisht janë shumë të besueshme. Nisi me njëherë me lajmin e parë. Sipas një studimi, sot të rinjt po dalin në takime më shumë për të ngrënë një darkë falas se sa për dashuri. Djemtë? Edhe djemtë edhe vajzat. Wow. Pra, arsyeja kryesore sepse të rinjt po dalin në takime, është thjesht që ti të përfitosh, do të nxjerrë për një darkë ose për një drek. Quhet ky takimi ndryshe date? Date. Do me thënë, në vend që të dalin për gjetë shpirtin binjak, po hanë 2 pjata ose 3 pjata falas. Bravo. Mbushin barkun. Pas kemi rënë. Nuk e besoj këtë. Nuk e beson? Jo, nuk e besoj. Ti mendon që dalin për dashuri? Jo, unë mendoj se ka njerëz akoma që shpresojnë tek dashuria ose tek gjetja e dashurisë. Dashuria sot, Ornela, nuk është e verbër, dashuria është e uritur. Të ka marrë uria, më duke. Jo, mua jo, unë kam baru punë. Okej, me dashurin apo me urin? Me urin, më i pëthash. Okej, në regull, stashi. Ti Orion e beson? Unë do ta kisha besuar këtë, po ndoshta në Shqipëri nuk zbatohet kjo, se këtu lek i madh shumë. Po jo, dëgjon, kur shkohet në një date? Po. Çfarë ndodh? Kush paguan? Ja, Adela, po. Kush paguan? Paguan djali apo paguan vajza ose apo i ndajnë të dy? Në Shqipëri paguan djali, me thënë të drejtën. Shqiptarët kanë që kanë, edhe këtu burrat shqiptarë... Bie që gocat i bikan qylit atërë. Gocat i bien qylit në Shqipëri. Me thënë të drejtën, çunat shqiptarë nuk të lënë të fusësh dorën në portofol. Ata sa lënë as neve burrave, mirë gocat. Edhe ne kur shkojmë në një shok, sherrimi i madh bëhet kush fut dorën i parë. Por në përbot, Ornela, me sa kam jetuar nuk ndodh kështu. Do me thënë ti mund t'jesh në takimet e para, për si me thënë thjesht për të qenë gentleman. Holandezët e kanë kështu përgjys, më duket. Pastaj përgjys. Prandaj suhetën atyre, po. Tani, vazhdojmë tek lajmi tjetër. Të pyes pak, çfarë moshe jeni martuar ju të dy? Në moshën më të bukur. 27. Aq dhe unë. Aq dhe ti më? Po. Se më duket sikur ke qenë djep ti. Po ne po bëhemi gjyshër. Prandaj duket sikur ke qenë djep. Edhe i çike dhe do bëhemi gjyshër inshallah. Kështu që ka... Mos kur u bërë Eros Ramazoti gjysh tani. Po, edhe Erosi. Do i shkonte, edhe stërgjysh. Ky s'do ndryshoj fare. Si vera, sa do vi do bëhet më simpatik. Tani, 27 në moshën tënde i bie dhe unë do isha e martume me unaz dhe gisht. Kaq ke koti. Kam ko. Dhe studimi i radhës thotë që pas ka një moshë ideale se kur duhet të martohen të rinjt. Një fut kot. Pra, 32 vjeç për vajzat dhe 35 vjeç për burrat, me justifikimin që truri piqet vetëm pas të 30-ave. Për burrat apo për... Për të dy. Për të dy. Për të dy. Do me thënë, kur të pyesin prindrit, do thënë, kur do martohesh, ti thua, s'më shpjekur truri akoma. Ose si është shkasësh. Kur do shkasësh. Kur do shkasësh. S'është shpjekur truri. Ose si është shpjekur ati tjetri truri.
Po. Mua më duke Ke sikur shkari, tha? Jo, s'kam shkar akoma. jam djegur, më është djeg truri, i thon kësaj pune. Do më thënë, bas të 30-ave? Pas të 30-ave. Okej. E Po lajmi besoni i apo tretë, jo? unë se besoj këtë. Nuk e besoni Jo. ty. Truri Unë mund këtë të ta besoj. japi edhe që kur je në moshë të vogël. Jo, unë këtë e besoj. Okej. Kur bëhen budalliqet bëhen në një mos saktuar. Po, tu ke drejt. Pastaj Kur shtrohet. jap të drejt. Mendja, kështu që unë e besoj këtë lajm. Mbas 30-ave njeriu duhet marri hapa të guximshëm dhe të mos i kthehet mbas. Po, e vërtet. Vazhdojmë që ndrojmë tek truri, sepse studimi i radhës thot se njerëzit që zgjohen shpesh natën, që të del gjumi shpesh natën, tregon që truri yt refuzon të pushojë. Pra ti je më i zgjuar nga natyra, je më inteligjent. Dhe ky është lajmi i tretë. Unë e besoj këtë. Është për mua ky, lajm për mua, se unë zgjohem natën, e kupton, Për shkuar punon tualet, truri. besoj. Genialiteti punon edhe natën. Po çfarë bën natën kur zgjohesh ti? Mendoj mendime, për shembull mendoj për shembull gjirin persik. Po. Ose për ndonjë gjë tjetër që kemi këtu, për shembull gjiri Vlorës. Kurse mua më zgjojnë komshinët. Kjo tregon që komshinët e mi janë shumë Se çfarë genial. bën shit mes natës aman? Po lëvizin mobiljet. Po. Se nuk i pëlqen vendosja. Një lagje zhumshme shumë. Po jo, pse vetëm Adela? Se edhe ke lagja juaj, ë? Po të gjithë. Po i zhurmë komshinë, Po të gjithë. Sipas këtij studimi i bie që komshinët i kemi shumë genial, jemi pallat genialësh, domethënë, se orëve të vona zgjohemi. Unë e besoj këtë lajm. E beson ti, ë? Po. Pra ti voton për këtë lajm, Votoni tani, unë votoj votoni. për lajmin e dytë. Cili është lajmi i vërtet? Kush është lajmi i vërtet? Dëng dëng. Dëng dëng. Dëng dëng. Dëng dëng. Po ja keni fut kot të dy. Dikur i gjeni më vlla, ishte më të freskët atëherë. Dalis Ka, po i jemi gjem marrë dot. fut vegjël shumë. Ka ardhur 7 vjeç. 32. Zemër, ka ardhur për martesën e dytë, se një studim tjetër, se Mua? unë po i nxjerr. Kështu thoshte që Ashtu, ë? sa më herët të 46 martohesh, tani, sa më herët Po? të martohesh, shanset janë që të ndahesh më shpejt dhe të kesh martesë tjetër. Kështu Po që çdo e po tani pa Që burrë. do dyert e bësh të njëjtin modallët? Rrihet pa Nuk burrë. mjaftoi herë e parë. Tani lajmi i vërtet është lajmi i parë, edhe këtu bëhemi pak serioz, sepse sipas një studimi që është bërë kryesisht në Mbretërinë e Bashkuar, 1 në 3 të rinj kanë pohuar se nga që kanë probleme me kuletën, nuk ka vetëm krizë dashurie, po dhe krizë kulete, dalin në darkë, thonë po thjesht që do ha një darkë fala sot. Pra do ke mundësin që mos paguaj vetë, po do paguaj partneri ose personi tjetër që ti do dalësh në date. Dhe kjo tregon që jemi në një realitet vërtet shumë të vështirë sa i përket Gen Z, gjeneratës Z. Ka ngel pa lek të shkretët. Krizë gjithandej. Wow, Ky është lajmi i vërtet. Adela, ne të falenderojmë. Na thuan që ka të mantrën e emisionit. Ju lutem gjithë bardazista, mos i besoni çdo gjëje që lexoni. Dhe shikoni, jo, se mashtrojmë, kemi një gjak. Por Falenderojmë Adelës shumë. gjithmonë ti besoni. Po. Faleminderit shumë Adelë dashur, faleminderit Shkojmë shumë. direkt në publicitet dhe me njerë takojmë